Lo sé de tú. Maquiteu, Bahia. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur në episodin e radhës të Shadow Clonit. Episodi 5. Së 2 e për 5. Po ku jeni? A u lodhët, a u mërzitët? Sigurisht që jo, se po na shikojnë ne. Automatikisht nuk mërziten asnjëherë. Ose vinë për të marrë energji të mirë nga ne që të bëhet dita më e mirë. Ma vashni, mos merrni kaq shumë se na lat. Patjetër. Janë të shmend vetat e live. Po për zotin. Kam një rrëfim, e kam vujt thmerrsisht gati një 2 ditë atë që hëngra me spec, kështu që ta dini Vallai. vuajti që ne kalojmë vlla. 2 ditë vlla tym pebyse me Tym prebyse me pebyse. Tym me prebyse. Okej, dale, mos të zjatemi mon këto gjëra të parëndësishme. Tash këtë anime, sepse këtë radhë kemi një anime Që është një super anime që e keni kërkuar shumë, na keni shkruajtur vazhdimisht për këtë anime dhe ja ku erdhi momenti. Unë nuk do ta zjas më shumë vlla se nuk kam qef ta u mas fare kohë. Të lutem. Jemi gati? Gjithmonë. Sot kena me fol për Berserku! Sa depresion që po ndjej automatikisht. Ore, e ke idenë që sa e pash, do me thënë isha këtu. Terror është thjesht terror. Nuk e di, Isha, do me thënë, nuk e di. ti se kupton, po literalisht, ajo që ka ndodhur në Berserk është Ka ndodhur ty? u të larg qoftë. Çfarë do kjo? Roçuni tash u gjona. Është gjëja më e tmerrshme që mund t'i ndodhi një mashkulli, këtë do ta thoja. Ajo nuk diskutohet. Atëherë Prandaj jemi që- këtu që ta flasim. Po bravo. Dhe që ta flasim sa më mirë, kush më shumë se një mashkull e kupton një mashkull. Na udeste Ta bëjmë sefte me të ftumin tonë dashurë. Jepi. Sot kemi ftu një djalë shumë special, Kasapo këtu. Këtu vëmenjen Kasapo. Kena ftu një djalë special, është një fans i të shmëndur i animeve dhe kryesisht i Berserkut, por më gjërë do na flasi vetë ai, unë nuk po merrem mo. Mirëpresim Tomi! Faleminderit. Mirë Mirë se erdhe. Edhe urime për podcastin. Faleminderit. Pa telefon, por Më mirë von se kur. Po ta më mirë vonë se kur. Respekte për bluzën. shumë Është super. faleminderit. Bluza I shkon formati. E si kemi 2 tome, njëna pas tjetrës. Tomasin kishme Tomasin me Tomin. Me Tomin tash. Po na bëhet mbar. Mashallah. Se ti je si hudhër e keq. Unë jam udhra e keqe Pra. podcastit. Tomi, të lutem, një vet prezantim për të gjithë shikuesit që nuk të njohin, kush je, me çfarë merresh, çfarë pasionesh ke në jetë, edhe pse. Atëherë, unë quhem Tomi Tërbicka, jam student master shkencor për bioteknologji. Edhe hobet e mia janë muzika, pianoja, më shumë. Piano, po. Okej, flasim tani. Edhe anime sigurisht, mangat. Shef manga. Lexon. Lexoj manga, po. M'fal se unë tek manga kampanjetën time, është kjo e solo leveling dhe e shoh në YouTube, domethënë. Kjo është manga tipi. Mirë që Ti nuk quhesh vlla. e Nuk shef dhe quhet në mangë, YouTube, po. imagjino. Shikon manga në YouTube, vetëm ky raport që Po ti. mirë, m'fal, ti ku ke Zot qenë i my vogël door. lexonin pralla. Si quhej, po një gjë prall apo po lexohet prall, ha? Po nuk ka lidhje me manga fare mo. Çfarë thot ky mo Po vlla? ha, E pra. jeta gjithë me manga. Tash ndjek mos Tomas. ja rrëmbeni momentin djalit. As do vllajim se ky është. Jeni horra. Vazhdo. Kush si ka qenë kontakti i parë nga e të erdhi kontakti me Berserk, çfarë të shtyu që ta Filloje. Po, filloje? tani se. Hera parë që e kam parë Berserkun, unë nuk e dija që ishte anime, mund të kem qenë ja shumë i vogël, 11-12 vjeç. Okej. Kur pash filmin e tretë, mu duk sigur ngatrova film. Jo, nuk ka shans jetë kjo. Nuk e Je, kuptova ishte se ç'a ndodhi, po e kuptova që si ishte gjë e mirë. Si e thot? Çfarë të bëri ta kuptoje? Nuk ishte një gjë e mirë. U bëhe kuqe komplet. Ishte një farë ndryshimi. Patjetër. Ishte ndryshim. Ndryshimi është i nevojshëm. Apo jo? Është i nevojshëm. Në jetë është gjithmonë ndryshimi i nevojshëm. Është Apo gjithmonë i jo? nevojshëm vlla. Por që të bëhet një ndryshim total dhe i bukur, kolegi dashur, të lutem na asistom atë mrekullinë që ke aty poshtë. Gjithmonë, si çdo i ftuar vlla, kena një dhuratë për ty shumë speciale. Shumë Nga faleminderit. Enzo Atini.
Që të jesh fiks. E gjitha për ty, për qefin tat, Faleminderit. ka Tash ca jo. kështu shtresa, mos e vrit menjen është Si qepa. po. Pak me kujdes. Ka i super thesar në mes. Shumë e bukur. Ta këshyri mirë. Tash me jashtime Mirë, se- mirë. Si na ban Enzo, a kupton, Florini bën çdo të ftum që na vjen. Ne respektojmë Ka- maksimum. shikojmë se do jetë. Provoja të bote kyçi vlla. Provoje. Fiks po. Ua. Mirë. Ta gëzosh. Egzosh. Atëherë, kthehemi tash tek strumbullari i gjithë sa Te histori. Të tani Trauma. bër, jo, me këtë që sa po the hapi debat më se kush është strumullari i gjithë kësaj historie. fatkeqësisht është Ai Bobi që e ka bë. autori. Që mirë që e bëri, po edhe iku na la neve pa e përfunduar historinë. Pas ka qenë Dhe kriminal. arrit mori leje ty aty këta po ja. Imagjino, ore. Ua, robat marrë. Arsyeja pse ndrojet overwork. Overwork. Vaja Po. manga është shumë Unë se kam pa manga. Imagjino, ai Ti e punonte. ke pa? E kam lexuar, po. Okej. Është, do të thënë gjithë autorët e mangave kanë probleme me shëndetin, nuk është në një Mendor gjë apo e re. fizik? të Tyra, nga njerëz dhe mendore më shumë, por që fatkeqësi është. Gjëna se është e papërfunduar si histori, kupton edhe Ja, me vërtet gjëna. është një lloj historie që kërkon një fund konkret, nuk mund ta lësh me interpretim të hapur. Vallaj, mo fund që kërkon kjo anime. Jo, e Po. vërtet e Kjo meriton manga- një fund me pikë valla, se Po kjo nuk është e- komplet e reticence. Në fakt, me sa lexova nëpër internet, ata do vazhdojnë që ta mbajnë, domethënë, në këtë lloj ritmi, kaq brutale, kaq tegër, kaq të dhimbshme, dhe fundi që mund të jetë do jetë as like lukewarm, nuk do jetë as i mirë as i keq. Aty s'ka si moment mirë. Nuk ekziston e mira në këtë. Në fakt, Manga. unë kam një pyetje shumë të madhe, se po e diskutoja me një shokun tim që është pashtu shumë fan si Mashallah. madh i Berserkut, dhe po më thoshte që është siç është ky sistemi që kanë këto, hierarkia është the idea of evil, është pastaj është kjo God of Hand, God, po. po, pastaj janë këto dishepull Demonat. Demonat. apostujt dhe pastaj janë këto demonët e thjesht. Tani ndal te kjo pjesa, the idea of evil. Po the idea of good. Nuk është shfaqur në asnjë moment, qoftë në manga, qoftë në anime. Mendojnë që e kanë ruajtur, po e lën për nga fundi për ta mbyllë historinë. Po, kur të kthehet ai nga Kur të shkoj ai për lesh fare, po, hajt do me ta vë vi me mirë tani. peshqesh ose hurmë arabie. Ose ndoshta mund të jetë ai. Le çunin të japet xhevapin pastaj. Tani, ideja së keqes, ideja është që shfaqet vetëm në një kapitull mange, Okej. por nuk shfaqet në anime. E kanë fshirë, për shkak se mendoj që duan ta lënë pak mister, të gjë që ndoshta ligji ose ekziston shumë ligji kauzalitetit në Berserk, Okej. që çdo gjë ndodh për një arsye, Po. kupton? Edhe fakti që gjithë kjo gjëra mund shkaktohet nga një entitet, mund të jetë pak si element që ta prish atë surprizën. E ndoshta kanë marrë nuk e sekret. kanë shfaqur, është në një kapitull të fshehur mange, por fakti që të ekzistojë ideja e së mirës është pak kontradikt duke marrë parasysh që bota e Berserkut është shumë e errët, trajton tematika shumë të rënda për çdo gjë që e konsumon, çdo kush që e konsumon. Patjetër. Prandaj traumë, është Traumë, valla. ore, mirë historia që është shumë traumatike, është shumë dark, domethënë ajo që herën e parë fare që ka dalë për gjithë publikun është në 88-ën dhe ka inspiruar pafund artist, nëse unë për shembull thash tek episodi që bëm për Hunter x Hunter, autori, nëse Tete Kudo që është autori i Bleach, është inspiruar nga autori i Hunter x Hunter, autori i Hunter x Hunter është inspiruar nga ky. Nga Berserku? Po, nga ky i Po, Berserk. Dhe si mira lidhet ai, me Hunterin? ndoshta ana e errët e personazheve. Po vetëm Hisokën ke aty te Hunter x Hunter që ka një anë Jo, Edhe edhe- Killua me familjen e vet, po Po që ke edhe Gonti që është Gon! Ore, Nese. mbase mund ta ketë bërë në një farë. shiko, pa po aty ta ku po është ta Sade vësh re, Sade, po ta vësh është re. ajo tek Attack on Titan. Edhe Po, ai është inspiruar. Ma ta kontrajtën po. Atëre. Leja ta kontajti, mos sa vetë nuk është në i anë. Ti je thjesht Rriti, pashije, rriti, vlla. po, pikërisht. Nuk është në i gjolla. Goni është fix, domethënë kur rritet që bëu me atë Si gaci.
Bravo, Po, original. gjajnë, Original. gjajnë. Lëkura e errët, muskujt këto, Pa, të qurravitmet që kanë kështu. Plago nuk i vë faj gacit që qana, kupton? Leje këtë mua Mirë, të atë lutem qaoshi, se ai, nuk dëgjoj, jam... Do ta bëjmë pak parantezë, nuk e bëm fillim këtë. Kjo është literalisht dhe pa shaka një anime plus 18. Kjo do të jetë Kush plus nuk 26. është nga ana emocionale plus 32. Kuptoj që i keni boca gjona me. Përgatituni para se ta Por shikoni. nga ana e rregullave të shikueshmërisë nuk është për 9-18 vjeç. Ka skena seksuale, violencë Abuzive. Do t'i shumë të rënda dhe nuk këshillohet. Do t'i bie shumë shkurt, realisht ajo që tha Arlini nuk është për nëse jeni një gjendje të rëndë emocionale. Por mua më ka bërë përshtypje se edhe kam dëgjuar disa njerëz që kanë thënë edhe në internet, po edhe që i kam takuar vetë që më kanë ndihmuar të kaloj disa momente shumë të errta të jetës time. Okej. Jo, Berzerku? realisht, po. Si se pas ka zhyt më shumë valla. A Neve mu do të bëj mirë për zërku? Në qoftë se merr parasysh filozofinë e Gacit që, do thënë, të i kalosh çdo sfidë, sado e keq ose e pamundur për ta fituar ti jetë, mendoj që mund të të vëj si okay. motivim, po. ti mendon se rruga që zgjodhi Gaci, pyes, unë është rrugë e drejtë? Në fakt nuk është se e zgjodhi Gacit i ndodhi ajo gjë. Ira për pjesë. Jo, ai Ira. zgjodhi. Ore, se pati forcë të shqipër jo, të kjo jo, është zgjedhje. jo, kjo është debat i madh. Pse? Sepse është koncepti që diskutohet shpesh, që është zbuluar tani në seritë e fundit që çdo gjë që po ndodh aty është e shkruar në gur, it's like fate. Po, Diçka që është ti je i destinuar të kauzaliteti bësh që këtë. thash dhe Edhe më Griffith ishte fati i tij që ta gjente atë varsen, ishte fati i tij që të bëhesh ashtu, ishte e shkruar. Ai thjesht ndoqi atë çfarë ishte shkruar për të. I vetmi moment dhe të vetmi personazh që dalin kundër fatit të tyre është Gac edhe Kaska. Kaska, në momentin e eklipsit, që mbijetojnë. Mbijetojnë ata po. Po ç'ai pan syt aty Ah, shpejt. jetojnë, po. Nejse fillojmë, e nisim avash avash. E nisim butshëm kolegë. Do me thënë, si është ky jeta e Gacit mo vlla, do me thënë, në qoftë se ka një karakter në anime me të shkuar të keqe, literalisht unë Gacin vetë parin. Më thua një karakter në anime, gjithë botën e animes që ka një të shkuar ose ka një jetë më traumatike se Gaci. Ma gjeni. Ereni. Jo, Ja fut e kod, jo. Më fal. Ai që kur lindi shkreti, lind nga kufoma e mamas, që ishte e varur në pemë, Po. edhe bie në tokë. Po. E fillimi. Më traumatike. Prit, Jo, ç'a po ndodh flasim për pastaj? Gac, jo Për për Gacin, Eren. për Gacin. Pra, e di për këtë po thu. Pastaj e merr një ushtar, ai ushtari Grup tër mercenarësh, të grup mercenarësh. mercenarësh, tër vogëlin e abuzojnë seksualisht të shkretin, ai bjondi kryesisht. Pastaj e gjen Grifi kët, edhe i thot ti do vish me mua. Ky thot unë nuk dua thot se. Ore ky nuk ka Do ti do. dati do. Ja futi luftume. Më ka mekur ai momenti kur i thot I want you edhe ai thot so you swing that way. Isha këtë, okay. Ku e zgjodhi ai? Mirë, ta shpjegoj pasaj se kam ca pyetje për djalin. Vazhdo. Si shumë po flisni ju. Vazhdo, na fal. Dakor se po i vim Se afër po fundit dëgjoj, pjesës s'ka parë. gjë, Jo, përfshirë, nuk të lejnë këta derra dhe. Po. Si Nuk blokot, lejnë po ti e i pari të rrallë, flerë. Po, fol. e drejtë. Unë e myll, bëj pyetjen e myll. Oba, Flas ti. bombën. Ja, e let flasi, vazhdo. Personazhi që ke më shumë inat tek Berserku. Dhe pse normalisht? Besoj se të gjithë e kanë një natë një. Jo, Është një- jo ti është një konkretisht. kryesor. Griffithi, do sigurisht, ai Griffith? është. Po pse? Po sepse një sken. Një Kaq. sken. Jo, flasim Mjafton. lirshëm sepse e kemi Po, thënë, po. është plus 18 dhe nuk ka asnjë tolerim për këtë. Do flitet Lirshëm. Marrë Jo, me do flitet siç konsiderat, është. S'ka Nuk ka butshëm. kuptim pasaj që po e bëjmë Po, këtë po, episod në rast se vërtet. nuk flasim me vërtet lirshëm. Marrë me konsiderat që manga është më e keqe se Po. Po. Në totale. Kupton? Po ne mund të përfshim edhe aristokratët që kanë abuzuar me Gacin dhe Griffithin kur kanë qenë të vegjël. Po, dhe ajo është. Por që ajo që bëri Griffithi i kishte peshë më të madhe, sepse ishte diçka që edhe ishte brenda karakterit, po edhe ishte jashtë. Kur mori okay. formën e Femtos. Po. Po. Sepse ai veproi në një mënyrë në një farë logjike që e te i kalon atë të njerëzit. Po. A mendon vërtet se kishte logjik aty? Jo, po nuk logjik jo njerëzore do thoja. Patjetër, pa kjo e justifikon. Jo, nuk e. Jo. Tani,
Shio. Ai thjesht e pa veten shumë më lart se Gaci në atë moment, sigurisht. Do thënë e kishte fuqinë edhe pozitën Po. si një zot. Edhe tha kush është mënyra më e mirë për të hakmarrur ndaj tij, për shkak se nuk e la bandën Gaci për gjetur ambicien e tij. Po bëj atë të kaskës. Po, Gaci, se në radhe gongë. Do ta vazhdoj te pjesa e Okej. dytë unë këtë. Kasapo, e mbyllim për tashi edhe i fusim i të preme pasaj. Shadow Clone. Ja ku u kthym, e lam çik të i muhabet shumë konciz. Pse ti e justifikon o vlla? Pse nuk e justifikon Griffin ti në atë moment? Jam kuriozu. Sinqerisht. Do thënë e justifikoj, po Okej. jo në sensin njerëzor. Kupton? Okej. Sepse siç e thash edhe më parë, ai mori formën e një pjesëtari të God Hand, Po. edhe nëpërmjet sakrificave I pesti apo jo mos gabon. i Po, i pesti, pesti. po. Edhe mori një pozitë të ri. Domethënë duke qenë se pjesëtarët e God Handit janë cilësuar si ëngjëj të errësirës, Po. si zotat e vërtet të Berserkut. Grand Angels si e kishin ato. më duket. Archangels, Archangels. Archangels. Edhe mënyra më e mirë që Griffith të bënte hakmarrje ndaj Gacit ishte ai akti shumë immoral. Akt përdunues. Për dhunimi që i bën kasës, jam dakord, po pse duhet hakmerre kundër Gacit? Dëgjoj. Jo, po, Duhet- se ti pa duhet diskutuar dëgjati potenti. Dëgjoj se ti nuk mendon asnjëherë. Duhet të hakmerrej se në qoftë se e mbani mend, ai bëri edhe diçka me princesë Charlotte-in, Po. si një formë, do thonë, rebelimi ndaj Po, idealeve që kishte. Po. Dhe ishte edhe një gjendje shumë të ulët mendore, se u torturua një vit, Po. kupton? Domethënë Gjëja e ai vetme, më Po, fal. vazhdo. Gjëja vetme që ai dëgjonte një vit ishte thjesht rape-i, edhe ai që e torturonte, normal që nuk do jesh Në rregull, Bjerëzi. të kokës. Po. Ke skallu. Se unë e justifikoj Nga mendja. Griffin. Dhe sidomos në formën demonike, po e marrë kështu formë demonike, po e cilësoj të tillë. Nuk ka se si e të ketë logjik të ftohtë aty. Shiko, Pra, dhe nuk i jap një sekond. Nuk i jap një, le të themi, arsye pse duhet hakmerrej kundra Gacit, sepse në momentin që Gaci u largua nga grupi, ai e kishte realizuar ëndrrën e vet. Unë mendoj më shumë se marrëdhënia midis Griffit dhe Gacit ishte më shumë diçka si obsesion se sa si nevojë. po e vërtet është. Edhe ajo E shikoj ishte. më shumë si diçka sepse ai u abuzua seksualisht, fizikisht tek ajo guvernatorit, që ishte ky Purple Rhino. Kush? Tek Griffin. Griffin, flas, po. U abuzua nga po. guvernatori. Që e gjitha këto i bëri për të realizuar ëndrrën e vet, ë. Pra, Edhe prap ai nuk realizoi sepse ai kishte qëllim që të krijonte një mbretëri, kupton? Që normal, po ja prishi ëndrrën Gaci deri diku se e donte ta mbante si një partner. Por Gaci kuptoi që ai harroi ambicien e tij duke ndjekur ëndrrën e Griffithit. pa. Edhe kjo ishte ai momenti kur bisedoi me princesë Charlotte ajo Po. Shatërvani. Po, ai është momenti. Ai dha një reality check Gaci që ç'a po bëj unë? Unë po ndjek ëndrrën e tjetrit, po cila është ëndra ime? Edhe vendosi që të mendonte mirë për veten, por kjo ndikoi negativisht te Griffithi. Ajo. Unë mendoj që arsyeja pse Gac deshte që ti këtë, pasi dëgjoja të vërtet, ishte sepse ai e shikonte Griffin si mik, si një person shumë të shtrenjtë në jetën e vet. Dhe në momentin kur ai dëgjon që jo, ata nuk janë miqtë e mi, ata janë thjesht ushtarët e mi, kjo gjë e vrau atë. Dhe vetmja gjë që mund ta bënte atë që realisht Griffin fillonte ta mendonte si shok, ishte që ai t'i linte komplet ëndrat e tij dhe të merrte të veta, të ndiqte të vetat. Dhe kjo ishte arsyeja pse mendoj unë, arsyeja pse ai iku. Me thënë drejtën, unë te kjo jam çik relative dhe mund të dalë çik kundra të tjerëve, po mua më duket sikur Griffin nuk këse kishte shumë faj. Domethënë, Griffith ka bërë fix çfarë mund të bëjë një person me ambicie shumë të madhe, edhe ka realizuar ato që ka shumë njerëz nuk e bëjnë dot. Ishte super strateg i fuqishëm, ishte super manipulator i fuqishëm, i arriti çfarë deshte ai. Kam përshtypjen që po gabon. O vlla, nuk kishte faj ai në ndonjë aspekt.
Si s'kishte faj? Nuk kishte faj. Për çfarë s'kishte faj? Por asi Okej, që ka unë po bërë. justifikoj tek pjesa me Gacin dhe Kaskën. Ajo mund të jetë më e Por, keqja. por prit pra, ajo është më e keqja sepse aty s'kishte Nuk ishte më njëri Kishte vetvetja, prandaj ai u kalu komplet demon. Ai u bë demon, Ai çfarë u do bëj bë demoni? Po më përpara, logjikën e kishte. Dhe çka ka bërë ai? Jo, unë nuk jam dakord me këtë. Po o plak, ai ka bë fiks gjërat që bëheshin atëherësh. Jo, unë Ishte si loj shahu për të më plak. Po jo, unë ta arrinte nuk e majën. justifikoj. Për mua ai është ambicioz, po, por dalë në një debat shumë të madh. A duhet të lejosh ti ambicien që të ndiqet nga principet të tuat apo ti lësh komplet principet e tua vetëm për një ëndër? S'kishte principe. Prandaj, po pikërisht Po s'kishte më parë principe. Dhe kjo nda nëse ti je njeri mirë apo jo. Prandaj Jo, si interesojnë fare, si ka interesu fare Ky njeriu. debat Ai jemi. kishte ambicie që në fillim që do krijonte një mbretëri, por fakti që po shkatronte ambicet e tjerëve, sa vinte dhe dëmtonte më shumë Griffithin nga brenda, kupton? Edhe sa iknin ditët, ai po bëj akoma edhe një person më i keq. Po, edhe pra, ajo nuk është diçka që nuk e kontrollon dot. Jam E më kishte së dakord rëmby, me e ty. kishte rëmby fuqia atë. Po një sekond, se e diskutuam këtë gjë edhe te Kung Fu Panda neve që po flisin për Tajlangun. Neve kemi Fix, s'ka Jo, pas faj. jo. Neve kemi Një diskutuar. sekond ta mbaroj më të keqe, më lër, më lër. Më lër, më lër. Më lër më vlla. Ha, Më lër më ha. ta çoj deri Vazhdo, Lasem, vazhdo. Lale është shumë. Djema mos u zini shumë, ju lutem. A ka Ah, sa ma bërë, je, ka je, sa je, bërë, je, ka shumë futen loj. A mos spasi, Shumë futen loj. Dgjoj këtu ti, Ha. zotni i dashur. Nuk e justifikoj Griffin në asnjë moment para se të bëhet demon. Ha. Sepse arritja e qëllimit, pavarësisht mjeti që përdoret, nuk është njerëzore. Nuk ti mbrojtë pallojnë të Kung Fu Panda mo. Jo, pallojnë e bëjta me të drejtun, ai është piku. Ai thjesht është piku. Ore boti valla, strategi ishte, i boni gjitha sipas shefit Ai nuk vetaj. nisi luftë. Kush Ai nuk nisi ndryshe nga Griffith, ai nuk nisi luftë. Kush nuk Ose- nisi Pall- luftë? Ja, mas. Kush nuk nisi Na fal valla se luftë, kene problem shumë. Po jo, del futu kontradikt me dhe veten ti e në vet. debat, po desha Na futu fal dhe se ti në nësa po diskutim. bezdisim, Se ideja po- është, ti besoj e ke parë Kung Fu Pandën. A nisi lufta ai? Shen? Palloj. Bravo. Maja. Një sekond, Qefe gojë. një sekond. Patjetër, jam dakord. Më fal, a nuk u do bu nga familja? Ty e mori kolpon ai vlla. Po pse Momenti nuk u që u do bu përgatit nga për familja ai aty e mori kolpon. Se u do bunga familja ai po mërte. pra. Do ta jap me Ai ishte lamacun një kokës vlla. fëmijë- Ai ishte një fëmijë me kuriozitet të frikshëm, me ide shkencore shumë inovative që nuk kuptoheshin për kohën, dhe ai donte të vazhdonte, këta nuk e lanë dhe automatikisht e përzun. Po Që se- mos arrinte të krijonte një pavarësisht se përzënia pasaj dha këto problemet e tjera. E njëjta gjë them dhe për Griffith. Ore, Nuk e justifikoj më vëlla. Ore, Tani, ti- Griffithi do bënte gjën e dur, po ka marrë rrugën e gabuar. Kupton? Sepse çdo vendim që ai ka bër, po thuaj se çdo vendim ka sjell pasojë negative të personazhet e tjera. Po, e Për vërtet. shembull, kur vrau generalin, që Po. ka qenë vllai i mbretit, Gac jo vetëm që vrau generalin, po vrau dhe djalin e E atij. vrau dhe padasje, po. E vrau në mënyrë instiktive se është mësuar Gaci. Patjetër që të mos zbuloje. Që të mos zbuloje, po ai djali pa veten e tij. Ai pa se si Ishte skene trajtoi, që se diçka. si E trajtoi harroi keq që nga ishte. Gambino jo. Po, Gambino, se s'po Gambino ai vite. Bion, që është prindëri I adaptuar, adaptuar, njerëz po. po. ai shifte veten e tij, kupton? Edhe i dukej vetja njësoj si Zodi, kur fut poshtë kanaleve të mbretërisë, që kishte fytyrën e Gacit, që tregonte se sa i pafuqishëm ndihej kundrejt një versioni të tij të ri. Po. Kjo është e vërtet, po Edhe më fal. po, jo, vazhdo. Jo. Jo, unë po thoja, unë po them, ore, nuk po e mendoni mirë mentalitetin e Griffith, sa ai dha dhe trupin e tij vetëm për të arritur pushtetin. Nuk interesonte moral, e mira me e keqen, ai deshte pushtetin. Çfarë mesazhi jep ky mos do të Nuk ka lidhje mesazhi, është lufta e atëherësh me atëherë ashtu ishte valla. Atëherësh pushteti ishte mbi të gjitha. Edhe ai kishte gjithmonë vizionin për maj. Ke pushtetin mbi të gjitha. Okej, atëherë për punën e luftës po flas. Po njëta gjë çfarë po sot për luftë. Atëherë ndryshe nga tani nuk i interesonin fare, mira e keqja, jo po barazim gjinor, s'kishte lidhje atëherë. Atëherë s'kishte kush ishte strateg të arrinte në maj. Ai kishte mentalitet vetëm për të arritur në maj. Delte gjithmonë ndërtesa me trupat që duhet ngjiste.
Nuk i intereson të fare. ore. Tani pavarësisht se nuk bie dakord me këtë që thua ti. Po pije se është dhe lëngjimir, është Dalim prapë limonat. tek ajo që diskutuam te episodi me Kufu Pandën. Që ti prapë ishe duke justifikuar Shen për krijimin e asaj arme. Jo, Pse? po justifikoja po. Po, pse Sepse s'e dalim justifikon tek e drejti ti? njëjta gjë. Është periudha e tillë historike, janë kushte dhe rrethanat e tilla, por mënyra është e gabuar. Atëherë. Do ta para përmbledh edhe prapa përmbledh. E vendosni ju të mirën, po hes tash i kot, mirë me Mos të më keqin. ngatro, mos u fut në çështjen e periudhës. Dakor? Shengu nuk krijoi armë, Shengu krijoi fishek zjarret. Jo, Pusho. nuk Më lër. duhet, se e Edhe ti gabim. e që është gabim, a kupton? Shengu krijoi fishek zjarret vlla. Që çfarë ishin ato? Ato pasaj u zbulu gjëja tjetër, se fishek zjarret është shumë e kollaj, shumë e kollaj ti krijosh vlla. Qufur, katran, barut, mbaroi puna. Që të rikthehemi te Berserk. Mos pa por më në palloj se na Kalu fiksove. S'ka gjë, jo. Thjesht ligjin e bën veza e mbretit në këtë botë, që është Beheliti. Po. Gjithsekush që sakrifikon gjak edhe mish për te ambicjes që ka, kthehet në apostull ose në raste të rralla që është Griffithi në një entitet të ri. Tashi, këta e kontrollojnë botën, kupton? Edhe prej Behelitit vihet në pa edhe kauzaliteti, Po. që çdo gjë ndodh për një arsye. Okej. Nuk kontrollohet nga Griffithi që po e diskutonim. Griffithi është thjesht një rast i veçantë. Po pra, diçka pan ata tek ai. Kjo është Diçka pas ai kishte dëshirë më të fortë, prandaj mori dhe atë formë. ambicia, pra, kjo ishte. Në momentin, madje se më kujtove me këtë që the, në momentin që ai është gati për të transformuar, ne dhe shohim një pjesë të fëmijërisë së tij, që ai shikon atë kështjellën edhe shkon drejt saj, edhe i del një plak, domethënë nga Është këto. plaka që i dha I vezë. dha Ja, vezën. ishte maskuar, si Edhe ishte i tha, po, ishte një nga këta shtyre. 4 demonë Po. që ishin tash. Ishte ubiku quhet. Dhe Nuk i di me emra vllai, harrojëm këto. Jepi drejtim Dhe ti. ai Vetëm ajo femër kujtohet. Dhe i thot, Ajo femër na kujtohet të gjithëve. E do të mendoj ata një koleg. Sa zgjohet ajo nga gjuhë. Fillon preket ajo ore. Themi të fëmijëria e Griffitit. Kasapo kene verdikti për atë femër? Ajo ishte femër vlla. Jam pa fjalë tani. Jemi dakord me ty. Të bukura midis grupit që kam qenë, po ju le të vazhdoni. Faleminderit. Por ka diçka. Bie drita shumë bukur në atë tavolinë, do na thoni pak se çfarë rrezaton atë tavolinë. Sa ka sapi. vallai. Me thon drejtën ne po dergjemi nga lëngjet e gojës për të që po shikojmë, sa bukur e thashe. Artistike. Këto janë nga restoranti Hayalet vlla. Oh, Edhe janë ushqime tradicionale turke nga vetë Turqia. mashallah. Edhe janë ca lloj gatimesh. E kuptoni çfarë E. çka kemi këtu? Këtu kemi lahmacun, që është një nga të preferuarat e mia me thënë drejtën. Kemi Adana kebab që bëhet nga mish, që vetëm ata mund ta bëjnë me thënë drejtën, unë nuk kam pa ndonjëherë mish të bërë nga kjo. Edhe limonatën na kanë qeras me limonat, po këto janë gjëra të vogla. Mund të shijojmë vlla, po E. si dush ti. Këtu leje këtë limonatën e këtij. Kemi një ëmbëlsirë që nuk ka tjetër në Shqipëri, e kanë sjellë ta për herë të parë, quhet Turkish Bomb, është me çokoladë nga brenda, po këto janë vetëm për mua, më vjen shumë keq për ju, nuk intereson Unë të ha fare. gishat me Fare majonezë, intereson. more vetë, Fare. po i preke. Kemi kibe, që është shumë tradicionale që nga turqit, po që janë shumë të mira o vlla. Salcat po herë dhe kemi dhe baklava me pistakjo, tradicionale turqisë, Ja, a po se kupton? dhe buçko Po këtu, për po mashallah. vajoj ndërkohë që flas, a Po se kupton? fol vlla. Ju që jeni aty vallaj, po Jo. ne që jemi mbrapa skenave. O kasabo, po ka shku. Keni ka me shku preka si diagonal, lale, diagonal. Pa, E. qa jeni ju aty. Ka sap një sekond. Kush të doj të provoj ushqim turk tradicional, është te rrethi i liçenit, Hayalet, ja u rekomandoj, është fantastik, ja u rekomandoj. Ju bën edhe fire show me zjarr, me mish, ja u bën aty biftekun. Le, ka mundësi të O vlla, të lutem. A ka të mundësi lutem. se do ta Ja le u podcastin rekomandoj. dhe i vërsulë Jo, tavolinën. se ka- me zor pres ti vërsule. Do shkoj berserk të ushqimi. Një gjë, me që jemi kështu te komike vlla. Ti e ke pa One Piece? Po. Sigurisht. As të duket ky Pimpin, si e ka, Pipin. Pipin. Si e ka ky? As të duket një lloj si pika vlla te te One Piece. No, është
Vetëm atë zonin prisa ti ngjoja shumë, se kështu trup madh, mashallah. Rumullak, si ty vlla. Vetëm syt që nuk i Ishte panesi, ishte japonez. Gjaj, po se dia flet në njëra i pipin. Fare i ka. La figa. Pas ka plasur sot kasapi. Kasapi zjarr nga Kasapi që nga tu marr zjarr. Okej. Du të pyes. Opinionin tat për Kaskën. Ke një opinion të mirë apo negativ? Është shumë personazhe e mirë Kaska, është mund të them një nga deuteragonistët më të mirë që kam parë. Deuteragonist është personazhi i dytë kryesor. Është shumë komplekse për shkak se ajo nuk e shef se shpesh herë ngatrojnë, kujtojnë sikur ajo është në dashuri me Griffithin, ajo thjesht ta adhuron Griffithin si dikush e ka shpëtuar. Po. Edhe kur pa që ai kishte më shumë familiaritet me Gatsin, kjo ndjesje e gryer për mbrëmje. Po. Kupton se xheloze pikërisht, sepse ai e njihte më mirë Griffithin. Ajo e njihte më mirë Griffithin. Aman se këtu na dalin ajo ai direkt. Ne ju ato. Po, këtu dalin e ka shpëtuar se familja e shiti Kaskën, se ishin super të varfër dhe ma merr mendje se çfarë mund të bëj aristokrati, kupton? Tipike. Jo, del skena aty direkte që ai mundohet ta përdonoj, don Kaska aty është shumë e vogël. Po, ose 10 vjeç, 10 vjeç diçka e tillë. Shkon me Gatsin. Në mang ka qenë shumë herë më keq se fshati i saj ishte djegur në ca momente, edhe Kaskën e shitën kështu si po ishte thjesht një gojë më pak, e thot aty. Po. Në atë moment thjesht heqësh një gojë më shumë nga familja për të ushqyer. Në këtë stad kishin arrit. Edhe ka parë Griffithin pothuajse në gjithë stadiet e jetës, kupton? Po. Edhe tha që pse unë nuk ndihem aq e vlerësuar siç e shikon Griffith Gatsin. Ka pasur dhe skena që Griffith ka shfaqur, do thënë, më shumë ndjenja me Charlotte, me princeshën, edhe prap Kaska ndjej si e injoruar. Po. Momente është e vërteta që ngatrohet ndonjëherë kjo marrëdhënia e Kaskës. Mua më dukte sikur e deshte me të drejtën. Po më thot vllai, po shiko, unë deri në fund, edhe tek momenti i përdhunimit, realisht unë kam menduar që kishte akoma dashuri. Sepse reagimi për shkakun nuk është kundërshtim aty. Po. Nuk e di se si vazhdon. Ajo ishte pandinja, kam një ajo ishte e thyer mendërisht. Po pra, ndoshta kjo e mendova edhe këtë, po. Ndjej më shumë e tradhtuar, kupton se ajo e ship, pse i them ai më. Ajo thjesht e konsideronte Griffithin si një si një vëlla të madh, po figura si ndoshta atërore. Si një mini profet. Po, okay. Kupton? Do të bëj një pyetje. Ha. A mendon që mbase Kaska e ka shijuar çik përdhunimin që i bëri Griffith? Po, edhe unë këtu jam. A e mendon që e shijoj çik se tani që ti jesh duke Okej, nuk po flas, po ç'a mendimi ke? Se është një debat që është si debat i një fenomen i tillë njihet është sindroma e Stockholmit, që ti dashurohesh. Është sindrom, dashurohesh me përdhunuesin. Me përdhunuesin tënd. Nuk, nuk ndodh kjo me Kaskën, po Stockholmi nga rrëmbyesi. Nga rrëmbyesi, po. Se dohet ta Nëse se ma ndru temën. O grupi. Amo. Ajo fjala me po ishte pak e rëndë, sikur të gjejmë një fjalë pak më të bukur, më të. Po tash ne e bëm parantezë. E abuzoj vlla. Ne e bëm mirë, hajde po ta bëj qefin, hajde. Ç'a mendimi ke? Tash ajo nuk është se ka qenë në gjendje mendore duhur në atë moment, kështu që flasim më shumë lidhje fizike. Po, për fiziken, po. Fizike po flasim. Tani ndihet Sa vllaj. Jo, për ta shiju tani me Gatsin e ka shijuje. Jo, me Gatsin ishte tamam ajo. Nuk duhet të bëhem kenco, po. Do bëhemi ne për ty, po ndodhi, po mos e vit. Jena ne ata që futemi në gjotin. Jemi ne që futemi në gjotin. Po jo, ore realisht ka fanca se un po mendoj për shembull se un e kam parë shumë më përpara Berserkun, edhe kam parë shumë aspekte të fanbase-it të Berserkut, e ka një fanbase që edhe e pyet këtë. Tani ne jena si open-minded që duhet të jemi, ta logjikojmë, sigurisht që ajo është e ndaluar rreptësisht të bëhet, sigurisht, por nga dashuria që kishte Kaska për Griffin, thonë që ka pas një farë atëherë ti pëlqimi. Del te kjo që ajo nuk kundërshtoi
Prej kësaj Edhe nuk mundi të kundërshtoj, po edhe nuk e vuaj ti në një mënyrë të merë, Si domethënë. mos nuk e vuajti ajo, humbi, domethënë shoku që ajo përjetoi e bëri atë që tumbiste humbi komplet memorien dhe silleshe si një fëmijë 5 vjeç. Ishte e vërtet. Dhe që të shikoj anën pozitive, jo, po do the real life implication nuk e kemo gruan që ta çat rasën këtu. Çfarë thot ky valla? Pesë një fëmijë i vogël. Apo ta kemi Po e bëjmë fani, jemi duke e bërë fani, mos na i merrni seriozisht. Mos na i merrni seriozisht. Ishte thjesht për Unë fani, kam ta një kaloj. pyetje. Unë për vete kam 3 skena që janë ikonike dhe i kam kështu, domethënë them që aty historia mori komplet ndryshim. Ti, kë ke sken për shembull në të gjithë Berserkun, përfshirë dhe mangën, që thua kjo është skena më ikonike ose kjo është skena më e bukur. Se dia e keni lexuar mangën, por kur Gatsi merr armaturën, që është paneli, Ai paneli është fantastik. po, Nuk animohet dot ajo. Nuk animohet dot ai panel. Berserku, E kam parë dhe unë këtë panel, unë nuk kam lexuar mangën, Nuk po e di. mundesh dot sepse edhe vetë autori harxonte gati në 3 muaj për të bërë vetëm një panel. O e di si është ai paneli Ai plak, është do ta ai ishte tregoj i kur të marrim. obsesuar. Jo, po s'ta hap Kam këtu. pa, Prit. s'kam pa. Prit të S'kam hap pa, këtu. me thënë drejtën. Po çfarë shikon ti? Berserku është ndër të vetmet manga që nuk mendoj që ka për të marrë ndonjë adaptim që e meriton, Shumë e vështirë. madhështit. Merësisht. Mendoj që versioni Apo thua për më i këtë? mirë, po, është Na jep ti atë Shikoje kasabit çik. Shikoje çik çfarë paneli është. Sa më thuaj ti mu do bëhet dot animim kjo? U bëhet sa, është fiksi Igri si vlla te solo leveling. Një Ky lloj. vdes për solon. Besoj që të bëhet atë. Po Bëhet, bëhet. bravo, o kasap, foli çik. Bëhet e them unë. A ti Po bëj s'ka- telefon tash Për çuna mua- ta bën Për sekond. mua, ja, 3 skena që janë realisht ikonike, është një, beteja e Griffiths me Guts, kur Që jo, beteja që bën Griffiths për ta mbajtur Guts në momentin që ai dëshiron tiki. Okej, pra. Pasi janë bërë aristokratë. Okej, pra. Ajo është e para, sepse aty komplet ndryshon e gjithë edhe ata si personazh komplet. E dyta normalisht është ajo e Eclipse-it. Dhe çfarë? Kush është e preferuar atë nuk tek? jo e preferoj, është ikonike. që ka më shumë impakt. A, pra. Dale duhet ikë. Vazhdojmë për për çelo. Sa jemi në Vazhdojmë, kohë, se po pres të bëhet e kuqe. Jo, e vetmi moment që do thonë unë që realisht më ka pëlqyer është, domethënë ai u bë aq i çmendur për ta ndalur Griffith në atë që po bënte, saqë pret Crown edhe humbet njëri sy. Po tash mos sa, për çfarë është skend. O zemra, ajo është terror mo vlla. Un kam një shok, ai që ma ka pre prezantuar Crown, Berserkun, jo, ai është inspiruar nga Qa po Berserk për të nisur 3D-n dhe është momentalisht duke bërë një lojë me Berserk. Çfarë dhore? Po. Dhe Mos e bëj atë skenën vlla. Literali, o e jo. ka bërë. E ka bërë skenën. E ka bërë. Bëj restriction këtyre skenave që dalin këto gratë. E ka bërë dhe madje Jo, mos ma trego. Mos ma trego. Pra ma trego. Sa bukur, pas ka. Na asisto ta shohim gjithë, ta shohin dhe shikuesit. Ë? Jo është si quhet këtë tip paneli mund ta quajmë dhe. Fantastike, thjesht A? fantastike. Faleminderit vlla. Bravo i qof. Ai është fani. Dhe ideja është që, okay, kjo ishte skena e dytë, ndërsa e treta që mua më pëlqen, është momenti kur kjo është vetëm në manga, nuk është bërë te animimi, kështu që spoilers alert. Është momenti kur kanë shkuar tek bota e zanave dhe janë duke u përpjekur që t'i rikthejnë kujtesën Kaskës. Po. Dhe janë futur brenda në kujtimet e saj dhe është ai momenti simbolik i një qeni që i mungon njëri krah edhe njëri sy, i lidhur me zinxhir që tërheq një Arkivol? arkivol dhe brenda me një arkivolit është një kukull kukull. thyer, po. Po. Që simbolizon kaskën, kukulla. Po pra thyer. prandaj është një komplet Ajo është qeni simbolike. simbolizon gacin pra. Po. Është gaci, që thjesht tërheq diçka të thyer që nuk ka se Po. ku e rregullon. Dhe ky është momenti që Kaskës i rikthehet kujtesa, sepse kjo është atë çfarë ato bëjnë. E rindërtojnë, e rregullojnë kukullën dhe kjo i kthen kujtesën Kaskës. E buka është se i rikthehet kujtesa, por trauma ka ngelur. Po. Kupton? Kuptohet. Edhe prap nuk arriti do të komunikonte me gacin edhe ishte s'ka shumë mo- për të Sepse ardhur nuk e keq. shikonte Ka mos se zanat çivlla, ka nuk të baru ustallarët. Po. Ore, Edhe sa. zanat s'kan mo tash, kot moderne s'kan mo ustallar, kanë ik
Edhe Ka në kryer manga, punën, edhe në manga o burr sa e vuan gat si jetën e vet o burr. Ishte një panel që më ka trishtuar në manga se unë nuk e kam lexuar, po më dalin ca panele se kam këto faqet që ishte thjesht i strir në tokë, kupton? Aq depresiv. Sa thjesht ishte strir që të rinte kështu, besoj e diti për këtë po flas. Sa gjyna më vjen për këtë gatsin e shkret o burr. Sa e ka vujt o burr. Ai shkreti është dhe i ka Jetën më terror që mund ai kesh. ka të gjitha më valla. Më terrorit. Ai ka vojtur që foshnjë. Që foshnjë më burr. Që a ka parë një ditë të hajrit ai shkreti. Vetëm atë momentin me kaskën e shijoj, edhe aty nuk e shijoj se nga vujtjet e fëmirisë e kapi nga gryka se ju kujtua ai që e përdunonte, vari lest. Ja, atë kishte masi, ishte mjes, kishin kryer. Jo, para se të kryeni ndodhi. Jo, para, mrapa. Komentoni se në cili Para po mrapa Kush ka momentit, qenë se s'ka ta marrë sjaroj komentoni. Që mos plas çeri këtu. Po, pra. Mylla kasapa, eri po kasap. se i keq je ose të fal. Kriminales ky, olla, Që kanë zef kasapi, keq fare. Unë po hana i lamacun, vazhdoni ju. Okej, edhe unë sa ta haj ky kët, po futem Ma ti nga ana këndon ime. Shifna pasaj lale. Shadow Clone. E gëzuar! Paça më. Më paçet. Mirë se na ke ardhur Se u dhe. gjeta. E nisim dhe ka e para se ishte më mirë kështu. Sa të mira që janë këto, plak. Për zotin. O vllai, na lënë ai copën e Për tjerë. Dilasi. Mos u bëj kaq i poshtër. Vazhdojmë. Atë do të edhe unë, duam dhe unë. I ka rani dia. Kasapo pasaj kasapo. Kur ta Vetëm pesë undo. me thel mishit ti atëre. Okej, ku e lam? E ku na mbeti vajvatare e Mirleti. Atëre koleg, skena që ty të ka bë të ndihesh, si më thon, ose të ka dhënë një ndjesi jo të mirë. Kush ka qenë? E gjithë. Skena një vllaj që të ka thonë, "Okej, pse dreshin e pash këtë?" Përveç skenave me goca që e dim që duhet ta shoh. Përveç asaj skene po e lem. Cila sken. A pa ne thash pra, duhet ta kisha parë dhe po e shoh. mendoshi çik mirë këtë pyetje se ka shumë, po e heqim ato që e dim gjithë se është pyetje kështu bazike, por ç'a skena. Skenat kur i ka ndodhur, nuk e di, nuk është në anime, po Po them ne diçka po nga flasim dhe në manga, se kjo më shumë ka mangën se kur Gambino e shiti Gatsin për Po. ajo u ndjeva për dhe jam qeni. po, Jo, e shiti. E vërtet. shumë Shumë e sikletshme. Po mirë, Shumë e e rëndë, justifikon ti Gambi, fal. jo, edhe do shtoja te episodi i parë që u ndesh kundër atij kontit, që ndeshej që kishte Po. formën e kobrës. Ishte skena kur kaloi anash një karrocë të mbushur me fëmijë. Po, Normalisht ai konti dije se çfarë bote. Po. fëmijët. Ja. Edhe ajo nuk e kanë treguar aty, po Unë nuk kuptua, Po, unë nuk kuptua. Po një gjë nuk e mora vesh unë. Ç'ne e konti kisha atë lloj fuqi? Ai më duket kishte një varse? Po. Ai kishte një behelit Po, pra. jeshil në gri. E mbaj mend diçka, nuk e mbaj mend gjyrën. Konti është apostull. Okej. Konti është apostull që do të thotë se e ka përdorur behelitin. Përderisa kthehet në atë lloj forme. Përderisa po. Po kjo puna e behelitit jeshil është mister akoma, se Gaci e ka marr, e mban, duket se edhe në kapitullet e fundit e ka. Po. Po s'po di se çfarë do bëhet. Ka dhe shumë apo nuk e di. Presim. Ka dhe shumë manga që Presim. mund të vazhdoj? Me sa di unë kur ka ndruar jeta autorit ka qenë deri në 70% që është mbuluar komplet historia, ndërsa me vazhdimin nuk e di deri në sa përqind është kryer historia, por më besoj që është drejt fundit. Nejse nuk e faja, kupton? Të lutem mos i thuaj majmunit. A ku panda lalës ti? Por nuk di tamam se kur të përfundoj, por me aq sa di unë aty ku është manga, unë nuk e di u dua ta them këta, mund ta them. Mund ta them të spoilers. Vetëm ngri pak zëri se të dëgjoj mirë. Momenti kur Griffin abuzon me kaskën, Si abuzon? Griffin? Fal. abuzon me kaskën, është e vërtetuar në to chaptersat e fundit që ajo ka qenë shtatzën me djalin e Gac. Dhe Nuk ka si ngel 7 zan për javë, më por sa aq kalon. A 3 ditë Jo, fare. dhe një javë. Ngel. Jo, është e ideja. vërtetuar që është Shkencërisht, vlla. jo nga manga.
Nga Mangërisht. Mangërisht është e vërtetë. Dokumenta. E dokumenta, bravo. Dhe ideja Diljo. dhe tani në chaptersat e fundit, me sa ka marrë vesh unë është që Kaska ka lindur një lloj demoni dhe tani në chaptersat e fundit ky demon është transformuar në një Që fëmijë. kam përzi, që kam Në një përzi fëmijë. farat bashkëne, ka dalë farë i bride. Që ka përzi kështu. Dhe ideja Ah, moj është Kaska, që moj tani- Kaska, Që o. gërim aty të Po mjati. Na falni, Na falni, dolëm për pastaj. të. Na i bën Allah. Shumë dark humor sot na falni. U bën berserk. Është vetë Të seriozë. bën vetë, vlla, nuk e del nga shpirti vlla i gjë. Ama ma na Nga po barku, parë. është vlla. transformuar Ju keni dhe pa shkruar grown në ups fëmijë. gjithë aty filmin. Po dhe çfarë fal? Është transformuar dhe është kthyer tamam në formë njerëzore dhe është identik si gat si vogël. Dhe më mirë, me sa duket fitoi fara e Gatsit. Faravenit. Faravenit lale. I pari Ferrari, çapo sa do Okej. Në shpresoj. fakt Ka ekziston një lloj Ka teorie. dy gjëra, ka ndodhur dy gjëra atij bebit. Se dia mund të quhet beb, se ishte si Quasimodo i vogël ai, por që ai u ha nga një apostull, është në mang, që kishte formën e një veze. U konsumua, po, edhe në mënyrë misterioze shfaqet në formën e një fëmije me flokë të gjata të errta, edhe fëmia merr formën e Griffithit Po. në fund, Po. duke i qarë. Edhe ai është paneli i fundit që ka vizatuar Miura. Ah, çak me Ajo pas ka ka qenë- lënë ai. Mund të ishte një lloj fundi me interpretim, por Who knows? do Anime që kanë kështu funksiononte i fund hapur janë fenomen për mua. Por e janë Në fakt është e thënë, është gjetur, janë gjetur shënimet e autorit që ka thënë, domethënë që ja ka drejtuar Gac. Duke thënë që edhe nëse unë do vdes, ky vetë si personazh do vazhdoj. Dhe vazhdoj aventurën e tij dhe do t'i që me të vërtetë sepse ai vdiq, edhe Gac po e vazhdon aventurën e Pirrojmë tij. dashur. Alamet aventura po kalon Aventura, ajo. atë keqe. Aventura e jetës. Dhe domethënë ai po e vazhdon aventurën e tij pa Zot. Tani kjo si botë, kjo si univers, nuk di domethënë histori, është një botë pa Zot. Në një botë pa Zot, ka kuptim morali? Jo, ka zot aty. E thonë dhe ata demonët që ka zot. ka, teknikisht janë pjesëtarë të God-handit. Po janë të qinj, po flasin për Jo zota, konceptin zot, e thonë. the idea of pjesëtarët e zot. evil, the idea of idea of evil. evil, po gjëja nuk më e e di lartë. sa zyrtare është, sepse vetë kapitulli ku është publikuar idea of evil është fshirë. Nuk, në thënë është konceptuar, por e kanë hequr. Femra e kanë bërë këtë derë. Thjesht mund ta gjeni në faqe ilegale, po më duket në kështu volume nuk e gjeni. Thjesht me të marrë në qafë. Po. Është thjesht. Jo, më jam kurioz, valla, çka ka dash me autori vetë të tregoj me këtë, se kjo është një anime që ti në asnjë moment nuk shikon një fije shpresë. Pikërisht. Domethënë, ose dhe në atë moment që ty të tregohet një fije shpresë, pra që u zgjidh kjo gjë, ja ky e arriti ëndrrën. Po ka dashur. Keqë më keq mo vlla. Do me të shkatru. Ka- Si ai Attack on Titanit. Ka Dhe ma është budallak të kena marrë vesh, po ky shkreti që ka lënë trisat ç'ti bëjmë. Ai është inspiruar nga ky. Po pra janë Ka dashur të tregoj që ka një arsye pse nuk ka shpresë. Edhe ky është entiteti që u prezantua si ideja e së keqes. Jo, është më vërtet shumë, domethënë është shumë, po shumë vetëm në ana negative. Kjo anon Nuk arrihet, E ka paralajmëruar shpesh është edhe një personazh që quhet Skull Knight. Po, ai me Kalin. Me Skalin, që në thëmë ato mënyrat e në thënë ato fjalit e ti që s'para kuptohen, E drejtës. edhe e ka paralajmëruar shpesh për këtë kauzalitetin Gacit, edhe për faktin që diçka e keqe ka për të ndodhur. Këtë gjëja tha edhe Zodi, Po. kur u ndesh, kur pa Behelitin e Griffithin, tha po ja fus vrapit se s'du të merrem me këtë. Ishte si e mallkuar. Ore, pyetje kam me vërtet. Si mundesh, domethënë ti shkosh një personi, të rrish me atë personi që man një varëse që momentin e parë që ti e prek,
hap edhe ka sy. Domethënë nuk të bën direkt që thuash, "Ore, unë duhet tiki se ka i gjë që nuk shkon." Qa kalovi ai se bën të përsypje fare. Ti do në syt poçë dhe. Ai tha, "E, po balli për dy syç ka të vogla." Dita e radhës. Po ai gaci ishte shumë i fortë, kishte një shpatë. Sa do ta Sa shpatë madhe kishte, sa u kënaqa kur e pas për të parë. Ishte super i për shpatën po flasim. Se mos na ngatroni se jeni të këshinju, e diun që ca nga jo kanë qenë. Ore, nuk e kaska. Ore, po unë dua që të flas pak për shenjë që ti ke edhe tek bluza, që është ikonike për këtë si Po. anime. Mund të na Kjo është shenja sakrificës, e vendosësh si një lloj shenje që e vendosësh kur je pjesë kontratës. ritualit Të eklipsit, edhe je destinuar që të të ndjekim gjithmonë shpirtat e këqij. Do me thënë je i mallkuar. Gaci e ka këtë shenjën, që i gjakoset kur i afrohen shpirtat e këqij, e ka dhe kaska. Ajo ka në gjokë. Ajo e ka një vend shumë deciziv. Në fakt se mbaja mend. E maj menun ç'keni. Lutë shumë të bukur, por drita po bie dhe grupi. Diçka që rezanton te bluzët tuaja, po nuk e di se çfarë është, më duhet mas akse. E ka kështu, drejto. Pra. Ju e dini çfarë drejton, vetëm a mos ti qarta, kupton? Pra. Mjafton për ndriçim. Keqen. Te ky bobi këtu e dini ose ç'a bëhet. S'ka nevojë të shije, po do ta përmbledhin prap ka funi, po thjesht për të rikujtuar. Ashtu bravo. Mos harroni se dukemi bukur edhe kështu nga durët, ka gjona kështu, kompleto. A të keqen si jemi boj kështu full option. S'ka më mirë. Po thoshin, po. Për shenjën. Po thoshin. Për shenjën, po. Te pjesa e kësaj që i gjakoset gjithmonë sa afrohet demon. Ç'ne ishte kjo pjesa e gjakozjes? Sepse aktivizohet apo? E ke parasysh këtë kur hap navigatorin që do t'ikësh diku? Po. Ja kisha po për Sasuke, jo për Sasuke. In 100 meters turn left. Po, ajo. Edhe ajo, njësoj se ajo është ekziston një koncept që në anime nuk është, që quhet bota astrale. Po. Është bota kur ti mund të komunikosh me shpirtrat. Edhe teknikisht mundohen që të komunikohen me gacin, po ideja është që janë shumë shpirtra të këqij, kupton, edhe të marrin atë dëmin fizik që të shkaktojnë. Edhe pak a shumë është si një mesazh, që shikoj jemi këtu na. Po pse armatura që përdor gac për të luftuar kundër këtyre demonëve të mëdhenj, edhe ajo për shembull, ai ti jep të superfuqishë, ai shkonte berserk, po ideja ishte që i merrte vite jetë. Që e kanë gjithë ta me lifetime-in of life që ja ulin më. Më lër të ta shpjegoj, më lër të ta shpjegoj sepse mua është shumë teori e bukur. Po shkurtimisht tutëm sepse nuk kemi dhe shumë kohë. Qoft demon, qoft çka kanë qenë këto të fisëve azteket ashtu, të gjithë kërkonin një gjë, ose gjak ose shpirt. Pse? Sepse nuk e kanë. Dhe është gjëja më shtrenjtë që mund të marrë. Po, e thot dhe te Eldorado, zotat s'kan gjak. Pikërisht pra, aty doja të dilja. Dhe ata pikërisht këtë kërkojnë, gjëja më e shtrenjtë që ti ke është shpirti yt. Dhe nëse ti je pa ata, të japin çfarë të duash ti. Ja. Nuk është për të zgërrir. Dhe prandaj është shpeja ke shitur shpirtin djallit. E kam shpirtin shitin shejtanit. Shiti. Edhe aktor. Koleg, Kasapo, jena më rregull me kohën, Kasapo na tregoj çik ti se vetëm kur na e bën gongun ti. Na tringëllov vlla. Të lutem. Na thuj sa kohë kemi. Kasapo, Jemi në rregull, kemi kohë. Pra. Vazhdojmë. Se mund duk sikur tringëlloj, pra ne. Na bëj kështu fuça. Desha shtoja që armatura është materializimi i natyrës tënde të brendshme. Kupton? Edhe nëse do e kishe një person tjetër, do kishe një formë tjetër. Okej. Edhe gaci mori atë formë, se atë formë ka më falë se më ratë jo. Që është armature. Armatura. Të lutem. Edhe mori atë formë, se atë formë kishte ai demoni i brendshëm që i komunikon gacit, sa herë që ndihet në largohet pak mëndërisht. Okej. Që atë formë kishte. Ore, shumë interesante kjo që the, po do të pyesë për diçka, ose më saktë gjithë sepse nuk e mbaj mend mirë. Kur shkon gac tek shtëpia e tij plakut, që ishte blacksmith. Po, që bën shpatën. Goca e vogël ishte motra e tij, se nuk e kuptova, ose nuk e mbaj mend se ka kohë që e kam parë. Ajo goca e vogël kur shkon që bën shpatën ai.
Gjyshi, godot Tani si e gjysh Godot, edhe po, gotë se godot, vogël po. motër e vlla. Jo. Dhe thot pasaj, edhe thon pasaj e ka fajin Arlini. Ti e ke Kuptoni fajin, tash? Ti e ke Shoh kjo punë kështu Ti e ke valla. fajin. Po ti dhe motra. Pi çik limonad, pi. Le burrat flasin këtu. Marrë të burrat të madh. Nuk e mbaj mend ishte motra apo se di e gacit po flasit mend. Po Se specifikoj mbaj pra. mend saktësohet, po them se ka qenë një fëmijë që thjesht e ka adaptu farktari, Ndoshta. mendoj se Sa do doja ta merte një Jo, do doja shumë që ta gjente një studio shpirtin që ta bënte vazhdimin e mangës në animim o burr. Po se merr njëri për sipër o burr. E mori vetëm një kështu për 3D, po ajo nuk shikohet me sy. Ajo është skandal. Ajo nuk shikohet me ai sy. është për mua është ofendim. Është ofendim total, Ata domethënë. thjesht duhet ta tërheqin. Tek episod 5 minuta pas edhe thash, wow, Jo. sa të merr. Vetëm 97-a për mua vlen që është Po, ajo Vetëm ata kanë wow, pa. po, ajo është. edhe filmat janë mirë, Po, Deri diku, po ka futur elementet e 3D-s. Në 97-a mendoj që ka pa atë esencën, atë natyrën e Po, vërtet është e të vërtet. serisë. ajo është. Ai sikur e ka bë për ne, valla këtu. Po. Se një lloj ishte. Se merr një- 97-ën këtu, 97-ën që ka bë. Në 97-ën Berserk, është Nuk ka qenë në Shqipëri si bërë. pra. Berserk kena qenë o vlla. Ti sidomos. Unë kam Ti që qenë si wow. Plan akoma. Isha super berserk. A mendon se ky realitet që është e Berserk është një lloj paralajmërimi për botën tonë? Tën. Paralajmërim ç'kuptim. Domethënë me gjithë këto luftrat, me gjithë këto ambicien për të arritur diçka, mendon për shembull se mund të jetë një lloj kështu për të thënë që bota do bëhet në këtë lloj forme. Shiko, mendoj që Berserku reflekton tematikat e mesjetës më shumë Në se sa fakt, të autori botës. është bazuar tek mesjeta, por Mesjeta se ideja ka shumë është- gjëra, po si për shembull Inquisition ka pasur, Patjetër. akte që s'po i them më, vrasje, tentativa për gjëra të ndryshme që në mesjet kanë qenë si bukë e ujë. Me vërtet. Me thjesht natyrë kafshërore. Është natyrë si gjë kafshërore, njerëzore. Asnjë gjë. thjesht për të nxitur një mesazh mendoj, Patjetër. jo për treguar që autori është i pëlqejnë këto gjëra, se kush i pëlqen këto, ama. Ka budallën sa dushër. Ka, po nuk e pranoj. Jo, e kena larg Ah, vetë. mirë, okay. I kena larg vetë. 5 minuta. Oh, dhe jo më shumë. Okej, faleminderit vlla. E dini. I ka sa po. Largo. Dale atë. Largo. E mori 20 sekonda. Ujt që ka sapi keq. No, ky pasapi Kam prep paska keq qenë sot, kështu ore. sot. Ç'fati ky? Edhe një sken do them unë. Ha, thuj që edhe ishte ta kështu, flasim. Dhe pastaj filloti me Jepi. atë bombastike tate. Bombastik. Sa skene çuditshme ishte valla, dhe sa kom qesh. Nuk është sken për të qesh, por sa kom qesh. Të lutem- shohë kamë. Të lutem thuaje vlla. Është momenti që Griffith humb betejën me Gacin, Aha. pra nuk e mban dot tek banda. Aha. Mërzitet Griffi. Dhe qa bën? Shkoni bëj vizitë princeshës. Që është 16 vjeç. Nga i nati. Qa bëni ti mu? Këtë ma uli mu. Unë ka princeshën ore. Që çfarë E kupton ti domethënë? Si ku zonë më ulësh mua. Po kom qesh si derri, qa Jo. ngushëllimi gjenë që unë atë. Aty e hëngri ai, aty e hëngri. Dua ta mbyllu me një koment. Jo, s'ka Ndaç- nevoj. Ishte shumë e bukur për ta Jo, shkruar. do ta mbyll me këtë komentin. Për mendimin tim, bota e Berserk është tamam ishte bota nëse do merreshe komplet nga fuqia dhe egoja maskullore. Që është marr. Jepe. Gjashtu ka marr. Nëse bota jonë reale do ishte vetëm në kontrollin e kësaj egos maskullore, do ishte njësoj si Berserk. Klasja mos e shoh që Kemi edhe një pjesëtar e femër të God Handi, kështu që Opa. Po flasim për Berserk, pa aty është shumica meshkuj. po ajo Ja, ka po, ajo është fare, nuk duhet shumë. ajo shfaqet edhe herë në mangë. Sa gjyra na pra Unë e të di që gatë. është një vajzë e vogël. Jo. Forma saj e vërtet është një vajzë e Jo, vogël. jo, është Apo 20 është- metra. apo është- 20 metra pel. Jo, është Mua. me sa di unë, kur Gaci Po. mund ata, del trupi vërtet e atij që e ka bërë këtë pakt. Dhe është një personazh tek manga që nuk është dhënë akoma në anime, që është një vajzë e vogël. Po mirë, kur dalin edhe A, ta është shohim. është ark komplet Ashtu. tjetër ai. Po, është ar komplet. Do ta tjetër shohim prej kur të teje. rritet. Është ark komplet. Se- Nëse tani vlla, Kolegi dashur. erdhëm te Ma nisi çik butshum. erdhëm te goditja
e natës, do të bëj lojën siç kemi tradit, po kësaj radhe nuk është se ka shumë personazhe që do ta bëj për animet që kemi. Për animet që kemi, kasap, qetësi. Tani ti do më thuash kë preferon, okay? Për animet që unë do të them. E nisim me Berserkun. Atëherë, të pëlqen Berserku apo të pëlqen Solo Leveling? Berserku. Berserku apo Monster? U drejtu këtë. Jo, doja tani sa butshëm, po s'jam unë për butshëm. Manga Berserku, po anim jam Monster. Ka kështu, je pa kështu. Një Monster Monster po ndaj. zgjedh. Bravo! Okej, Monster apo Attack on Titan? Monster. Nejse, Monster është shumë lart, po që nejse, okay. Oh. Monster apo Hunter x Hunter? Monster. Monster apo Kaiju no 8? Kaiju no 8. Monster apo Death Note. apo Death Note, po. Monster, prap. Monster, një sekond. Po. Çfarë? Jo, vazhdo. Thojnë gjë më të pirë. Mirë. Monster apo Detektivi Conan? Se janë të dyja kështu. Janë kështu, Po se kam pa shumë Conanin, po kam qenë i vogël, që Pra Monster. po Monster prap. Monster apo Pokemon? Monster. Okej. Monster apo Zenki? Zenki. Prap Zenki. Monster, prap. Ja, po. Ja, Monster është shumë lart. Monster lart, apo Monster. Naruto? Shkove direkt te të forta ti. Çfarë Nuk kam butshëm tani, nuk kam butshëm tani. Prap, Monster. prap, Prap Monster. po. Monster apo One Piece? Ka sa po mylle? Monster, prap. Prap? Prap. Në të dyve tani. E kam Koleg, number, e treta e vërteta. e kam number 3 Monsterin, kështu që Number 3 pas ka 2 sipër dhe se kemi kap ne. po si ke ja. Prit. Ka u bol Monster apo bebop? Berserk? Jo, është ai Ma kujto pak. si e ka ai molla që është si Po na thyre i sken. Na përshkruaj. që si Monster i molla si e ka ai boti molla që është si Death Note. Code Geass. A Code Geass? Me Code Geass apo Edhe kjo shumë e bukur. është. Monster. Po prap Monster. Prap. Se çka mi Monster para? apo Dragon Ball o vlla? Po jo s'ka nuk e besoj. Besoj se drejt. Oh, Besoj se drejt le mjesht të bëhet me këtë si për këtë punë. Te Dragon Ball është anime ja par fare që kam parë. Po Si gjithë. Po që Ai po them Dragon Ballin, ai. e theu. Ja, unë tash do marr përgjigjen e fundit. Kë kishte të parën vlla, Do dhe këtë dytën. parë dhe dytën në patjetër. Edhe e mbyllim këtu këtë muhabet se. Po, se Kam Evangelionin. Mbocëm kishte sa i veçantë. Mbocëm kishte shkumene. Evangelion. Nishi. A ky është një. Nishi. Edhe kës besoj se keni gjunë e herë, po ndoshta, po është Lane. Serial Experiments Lane. Apo Eureka 7. A ka sa po na lera atë, marrë këtu. Ore, u fut Qutsi për gjithë mirë, përgjigju dhe ati, ha. Çfarë thaj? Evangelion apo Eureka 7? Evangelion. Kasabo Kasabo, ishte s'koni si fjalë. Mike Kasabo. Skarcona dole edhe ti. E bukur dha, jo, po. Ore, Nuk ka krahasohet. Flori. E, Është Flori dhe kalu Florinit. Ashtu koleg siç janë edhe këta bashkëpunëtorët tanë të dashur. Florin. I E pari fillojmë. Flori herë. E pari me Flori, e filloj me thama Enzo aty Attini, dhe ja ku është, Enzo Attini, reflektove i puna respekton. Enzo Attini që o vlla na e ka zbukuru gjithë çka kanë ardhur. Gjithë ftuarit. Gjithë çka kanë ardhur, na nuk e di se çfarë, më por nuk ka. Gjithë Florin i ka bë. Flori për Florin. Flori për Flori. Këtë jetë slogan. Kjo është shpreha jote. Flori për Florin. Flori për Flori e ka thënë gjithmonë. Dhe për më tepër. Edhe këtë do ta bëj tatuazh. Ne jemi rregullu me aksesor. Sa të bukur jena ma. Sa të bukur ka lezet drejtohet e robi. Mashallah. Drejtohet e robi për qef, mos më shifni mu që më ka morë që kanë sore Ta shikon neve lene këtë. Nuk ka faja më sti qarti për këtë pjesë, ka fajnë vetë Ne, Arlini. vetë Arlinin. Po që e ka qenisa im ka. O vlla më ka bot duke më i Sa dobët. bukur dukesh mo. Po e pra. Po ku vetë ka Shumë qenë bukur. faleminderit. Çuna dhe goca. Faleminderit. Ta mos ti qarti tash vlla, keni Urgjent, dhuratë, se urgjent. vin ditëlindje, vin festa, dale Halloweeni. Bëni dhuratë Si ta are. dush, horizontal, diagonal, vertikal. Fusni anime në për bluza, në për pra, hoodie. mo, ta valla. zjerojmë që këtë Bëjeni. kontentin. Shijojeni. Pra, ma shijo dhe ti kolegë. Unë e shijoj si shijoj Hayalet Vallai A? për ushqimin më fantastik turk
në Shqipëri, me thënë drejtën për mu edhe për gjithë ata që unë i njoh, Për të gjithë ne. për të gjithë ne. Haja Let ka ushqimin turk më të mirë që mund gjeni, tradicionale, nga vetë shefa turk, unë i kam takuar vetë ata. Wow. Mos flasim pastaj për më vonore. shfaqjen e Jo, zjarrit vazhdo, që bën, është fantastike. Fire show, mund të jetë një nga të paktit që janë, që bëjnë fire show për ballë jush, është thjesht perl. Vizitojeni, është te liçenit e rrethi, vizitojeni, ja u garantoj unë. I can prove that, është the best. Ta se na bëre me nefs. Doj çik. Po dua sigurisht që po pastaj. Tjetër, sigurisht Flower Decor DM Sa që se na ma zbukuron, harrove. wow. Na ka zbukuruar studion ton, edhe për gjithë që duan dhurata t'i bëjnë të dashurve për gjëra të bukura të veçanta që nuk prisen, që janë në lule plastike. Kontaktoni Flower Decor DM sepse ja u qanë. Dhe të pa dënshme për shëndetin, ta Jo, sjarojnë këtë muhabet se. diskutohet Mos ajo. kujtoni kështu plastike Jo, e kontaminume, jo, është. diskutohet. Moda e re. A pra, Moda e re. plastik Tirone. I koreti. Dhe për ta mbyllur, do themi dhe faleminderit ndaj sponsorit ton tjetër Vila Jon, si deti jon. Ti jon. Tani ushqimet i kemi, gjitha gjërat Robat i i kemi. kemi. Florin. Pse mos ikim dhe të shijojmë një natyrë të pastër, të bukur, të qetë me një super ambient që po ja theksoj, është fantastik si brenda dhe jashtë. Domethënë për të gjitha stinët e keni, thjesht shkruani, rezervoni ditët e juaja dhe thjesht kaloni mirë. Shumë faleminderit. Kur s'ka makinë, po gjetëm në i bashkëpunëtor tjetër që jep makina me qeram. Po, jemi të hapur. Na shkruani. Por falënderim shumë special tashi, shkon dhe për Tomin. Shumë Na- faleminderit. falenderoj po. edhe Ke ju. qenë ndër të ftumit më të përgatitur. Ua, Pa ishte qenë. perl. Mos them ndoshta më i përgatitur. Po. Na ke knaq, Realisht. na ke knaq. Ka qenë speciale, informacione më shumë ka marrë nga ty se sa kam dash me thon vetë sot. Po, vallaj. po. Realisht. Enciklopedike Na që. e ke kalu në kthesur. Si Vin E Dieseli. podcasti ka qenë shumë bisedë konstruktive. Përse të ketë pëlqyer. Po, patjetër. Dhe shpresoj që ti jesh argëtuar dhe të jesh kënaqur. Të presim sa herë të duash. Po. Po, Burro. sa doni. Edhe faleminderit edhe për ju që na ndoqët deri tash, kush e ka pa deri tash. Ata që janë. A pra. Kështu që nga ne edhe ka unë Alini specifikisht, shnetet mira do shifemi episodin tjetër që është edhe më special se ky i sot. Ciao, shifemi herën tjetër. Miropafshim. Miropafshim. Ju puthim. Kaloni mirë. Shadow Clone.